E pash të shkatëruar. Gjeneta nuk përmbahet, shpërthen në lot për gjestin live. Një moment prekës u transmetua në episodin e natës se kaluar në emisionin Se luan topi, ku Gjeneta Fetahu, e njohur për lidhjen e saj të mëparshme me Besart Kelmendin Gjesti, rrëfem me lot në sydhimbjen që ka ndjer pas tragjedisë që goditi familjen e tij. Gjeneta shfaqet e prekur thellë teksa flet për gjendjen emocionale të Gjestit pas humbjes së vëllait të tij, Eldionit, në një aksident fatal. Nuk do ta kuptosh dot, zemra ime ishte në copa. Ai Gjesti që e njihja unë, gjithmonë plot jetë, energji pozitive, dashuri, ta shije në atë gjendje, të fyente shpirtin, rrëfen ajo me slotësh. Këto fjalë të sinqerta dhe të mbushura me ndjenjë kanë prekur publikun, duke nxjerrë në pa një tjetër anë të Gjenetës, atë të ndjeshmërisë dhe kujdesit për ata që ka pasur dikur pranë, pavarësisht rrethanave. Burime bëjnë të ditur se Gjeneta ka qenë fizikisht e pranishme në ceremoninë mortore dhe ka qëndruar pranë familjes Kelmendi gjatë kësaj periudhe të rëndë, duke treguar respekt dhe mbështetje të vërtet njerëzore. Episodi i ri i Se luan topi pritet të sjellë jo vetëm emocione të forta, por edhe një dëshmi se si dhimbja, edhe pas ndarjes, mund të afrojë sërish dy njerëz në një mënyrë të thellë dhe të sinqertë.